Gjithçka e ka zanafillën në intervistën e Arben Ahmetajt tek emisioni Çim Peka Live, ku e cilësoi akshin si kopshti privat i Edi Ramës, ku miliona euro tendera shkojnë për llogaritë të baxhanakut të kryeministrit Armand Frangu. Ndërsa ish numri 2 i qeverisë nxorri prova të mjaftueshme për të vënë në lëvizje institucionet e drejtësisë, emisioni Plug investigoi edhe më tej. Faktet e zbuluara do të ishin tronditse, pasi kompanitë dhe individet e përmendur nga ish zëvendës kryeministri kanë marrë plot 53 milionë euro nga akshi, por edhe disa kompani të tjera shtetërore, përfshi edhe vetë Spakun. Edhe pse në pamje të parë kompanitë që kanë përfituar këto tendera kanë krijuar distancim nga familja kryeministrore, gjurmët e lëna pas ngren dyshime të forta për abuzim, konflikt interesi, madje edhe korrupsion. Cila është kompania që ka marrë projektin 15 milionë euro të sigurisë kibernetike? Kompania First e lidhur me familjen. Ku shkojnë parat? Follow the money. Gerond Meqe është personi kyç i përfitimit të 53 milionë euro tendera nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Meqe i është futur zyrtarisht biznesit të teknologjisë në vitin 2010, kur familjarët e tij i kaluan aksionet e kompanisë ABC. Në vitin 2011, së bashku me Armand Frangun, baxhanakun e kryeministrit Edi Rama, themelojnë kompaninë B360 dhe vetëm një vit më vonë largohet nga kjo kompani, të paktën me letra, pasi lidhjet mes tyre do të vijojnë për shumë vite me radhë, në mos si bashkaksioner, si dy biznesmen që ndajnë të njëjtën adresë. Në shkurt të vitit 2020, Gerond Meqe do të themelonte një tjetër kompani, AIBS, e cila, siç rezulton nga dokumentet, bëhet pjesë e xhirimit të milionave të marra nga tenderat e akshit. Le t'i marrim me radhë. Sipas të dhënave të depozituara në QKB, kompania ABC ka një rritje galopante të faturimit nga viti 2012. Nëse në këtë vit, kur rilindja dhe Edi Rama nuk kishte ardhur në pushtet, ABC Gerond Meqes kishte një xhiro rreth 131 milion lek në vit. Sot, ajo deklaron si xhiro plot 1 miliard e 865 milion lek, ose 18 milionë euro. Vërimi kryesor i të ardhurave të kompanisë së Gerond Meqes mbetet akshi, por nuk mbesin pas as institucionet e tjera. Në vitin 2016, ABC ka përfituar tender në vlerë 30 milion lek. Në 2018 nga Alpetrol ka përfituar 11 milion lek dhe në 19 nga OST rreth 35 milion lek të reja. Tenderat e marra nga kjo kompani kanë vijuar periodikisht, ku në vitin 2020 Kesh do t'i jepte 27 milion lek e një vit më vonë, OSHE do t'i jepte gati 90 milion lek tendera. Për vitin 24, ABC Gerond Meqes u shpall fituese e tenderit 15 milion lek nga Anta. Viti 2016 UKT tender 30 milion lek, viti 2018 Alpetrol tender 11 milion lek, viti 2019 OST 35 milion lek, viti 2020 Kesh tender 27 milion lek, viti 2021 OSHE tender 88 milion lek, viti 2024 Anta tender 15 milion lek. Por jo vetëm kaq. Kompania ABC Gerond Meqes, ish ortakut në letrat të baxhanakut të kryeministrit Edi Rama dhe njëkohësisht fqinj në biznese konkurrente, rezulton e preferuara e të gjitha institucioneve shtetërore kur bëhet fjalë për investime në teknologji dhe kibernetik. Në të dhënat e Open Corporate nuk listohen procedurat prokuruese pranë akshit për këtë kompani, por të dhënat e detajuara i kemi përfituar pranë Open Spending, ku rezulton se për vitet 14-18, kjo kompani ka përfituar rreth 8.5 milion euro tendera dhe për periudhën 19-25, pagesat nga thesari përllogaritën në 45 milion euro. Nga këto, 35 milion kompania e Gerond Meqes
i ka përfituar vetëm nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Mbi 10 milion euro nga parat publike, ABS i ka përfituar nga institucione si Bashkia Tiranë, Instituti i Shëndetit Publik, Parlamenti, INUK, doganat, tatimet, AZBR apo edhe institucione të drejtësisë si SPAK apo Gjykata e Lartë. Bie në sy se shumë nga këto tendera janë me flamur të kuq, pra pagare reale. SPAK deklaron sot se biznesmeni Geron Meçe është marrë peng për shkak se u fut në garë duke prishur për llogaritjet për paracaktimin e tenderave. Por Geron Meçe rezulton se ishte një prestanome për llogaritë Armand Frangut, baxhanakut të kryeministrit të vendit. Madje, kompanitë e hapura nga ai dhe Armand Frangu kanë lënë gjurmë të mjaftueshme se ku kanë përfunduar të paktën 53 milion euro dhe 800 transaksione të akshit në favor të kompanive të tyre. Armand Frangu, baxhanaku i kryeministrit Edi Rama, sipas të dhënave të siguruara nga QKB, rezulton aksioner në 2 kompani, B360 e bashkëthemeluar me Geron Meçën dhe Sirma, e themeluar në vitin 2017 me ortak kompaninë Sirma Inc, ku Armand Frangu ka në zotërim 45% të aksioneve. Të dyja këto kompani kanë si objekt shërbimet IT. Emisioni Plug analizoi të dhënat e këtyre kompanive dhe punojësit të tyre, ku gjenden edhe gjurmët e para të lidhjeve të kompanive të Geron Meçës dhe Armand Frangut, për të faktuar më pas nëse Frangu ka përfituar para publike nëpërmjet ABS.